Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e kulaçit me miell misri, ulli dhe djath. Një kulaç shumë i sheshëm, ideale për vikende. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Për këtë ditë vikendi vendosa që ta përgatis një kulaç shumë të sheshëm. Në një inç shtojna 2 vezë. Përgatitja e kulaçit bëhet me 2 lloje millrash, bëhet dhe me ulli dhe me djath. Dhe përzim kështu, tundim pak vezët. Ja shtojna një lugë të mesme me krip, gjysmë filxhani me vaj. Shtojna një gotë me qumësht. Përgatitja nuk ju merr kohë dhe nuk ka nevojë që brumit punohet me dorë, kështu rrethojna ose një shpatull apo me një lugë. Përzi masën. Kam përzi masën mirë, shtoj një gotë me kos, gotë 200 ml me kos, dhe përsëri e përzi masën. Kam përzier masën. Përgatitja e këtij kulaçi nuk ju merr shumë kohë, shumë i sheshëm. Mund ta shoqëroni me ndonjë fërgesë dhe me çaj shkon shumë. Shtojna 2 gota me miell misri, mund të përdorni miell bio ose të blerë në market. Unë jam duke përdorur miell bio, misri bio. Shtojna dhe një gotë me miell gruri. Dhe ja shtojna një lugë të mesme me krep. Dhe masën e përzijim mirë. Kështu, derisa ta fitojmë një masë të një trajç. Kam përzier masën, jam mundu që mos ngele topta mielli. Kam përzier dikon për 3-4 minuta. Tash ja shtojna 200 gram me djath të bardhë, cilën e kam coptuar në copsa më të vogla. 200 gram me ulli. Ulli mund të përdorni çfarë do lloji, mund t'ja hedhni të plotë dhe të coptuar varret. Dhe vetëm se e përzihi masën mirë përsëri. Kam përzier masën mirë, ja shtojna një lugë të mesme me spec të shtypur, mund të përdorni pikant ose të ëmbël. Unë jam duke përdorur pikant. Përsëri e përzim kështu. Jep një shije shumë të mirë dhe pak një ngjyrë më të bukur do jep kulaçit. Pasi e kam përzi masën mirë, marr një tepsi, ja vendosi një letër për pjekje dhe e kaloj masën. Tepsia është me dimension në 26. Më i bukur do del kulaçi, kështu më i trash. Kalojmë gjithë masën. Kam kalu masën, sipër i shtoj pak vaj, kështu, dhe kulaçin e pjeki në temperaturë 180 gradë, dikon për 40-50 minuta, derisa ta marrë një ngjyrë ari mirë, derisa të bëhet pjekja, kontrollojmë gjatë pjekjes. Kulaçin e kam larguar nga furra, e loj pak që të ftohet, më pas e largojmë nga tepsia. Kulaçi është ftohur pak, e largojmë nga tepsia, kështu. Shpjekur shumë mirë. Ja largojmë dhe letrën për pjekje. Shpjekur dhe nga pjesa e poshtme shumë mirë. Kthejmë, kështu. E lojmë dhe pak të ftohet dhe do jetë gati për konsumim. Kulaçi është ftohur pak, është gati për konsumim. Ta ndajmë dhe ta shihni brendësinë se si duket. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, ja dhe brendësia, vërtet ka dalë shumë i mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë kulaç me miell misri, ulli dhe djath, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës. Një vikend të mbarë.